Qarkullimi në aksin Durrës-Tiranë do të ketë kufizime të përkohshme në netët 6 dhe 7 gusht për shkak të punimeve që po kryen në kuadër të projektit zgjerimi i superstradës Tiranë-Durrës faza e 3 në njoftimin zyrtar të autoritetit rrugor. Nga mesnata deri më 4:30 të mëngjesit do të realizohet monitorimi i trarëve metalik të mbikalimit të ri të Kasharit. Gjatë këtij intervali mjetet që udhëtojnë nga Durrësi drejt Tiranës, aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza dhe drejt Kosovës do të devijohen përmes rampave të autostradës Thuman-Kashar. Për garantimin e sigurisë të punimeve do të bllokohen 2 kursi të aksit kryesor në drejtimin Durrës-Tiranë. Automjetet me destinacion aeroportin dhe Kosovën do të vijojnë lëvizje në autostradën Kashar-Thuman, ndërsa ato me destinacion Tiranën do të orientohen përmes sinjalistikës së përkohshme me rrugën dytësore për të rikthyer më pas në autostradën Durrës-Tiranë pas kalimit të Kasharit. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të planifikojnë lëvizjet e tyre e të respektojnë sinjalistikën e vendosur në terren, ku të tregojnë kujdes gjatë kalimit në zonën ku po kryen punimet.